Ka pas vonesa të jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve, dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini, me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara, kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që kuvendi është konstituar, në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Krijimi i qeverisë pastaj mbaret tërësisht nga koalicionet mes partive politike dhe aty si presidente unë nuk mund të ndërhyj. Besoj mund t'i pyesni partitë deri ku kanë arritur me këtë çështje, mirë po, është në interes të gjithë qytetarëve tonë pa dallim etnie që të kemi institucione me mandat të plot kushtetues, kështu që vonesa e listës serbe, se si jena në debat. Kështu që vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga lista serbe i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, përfshi edhe të serbëve që jetojnë në Kosovë.